Në historinë e njerëzimit, ka vite që mbahen mend për luftra, për shkatrime, për arritje të mëdha. Dhe ka vite që mbahen mend për diçka krejt tjetër, për mungesën e diellit. Viti 1816 hyri në histori si viti pa verë, një vit kur stimet u çmendën, kur dimri nuk iku kur dhe kur njerëzit menduan se bota po merrte fund. Por çfarë shkaktoi këtë katastrofë të pazakontë? Se dimri acartë zuri vendin e verës dhe si ndryshoi kjo ngjarje kurse në historisë. Për të përgjigjur, duhet të kthehemi një vit më parë, në një ishull të largët në Indonezi. Në ishullin Sumbawa, vulkani Mount Tambora shpërtheu në një nga eksplozionet më të mëdha të dokumentuara ndonjëherë. Shpërthimi ishte me intensitetet VI7, niveli më i lartë i arritur nga ndonjë vulkan në 1300 vitet e fundit. Tambora hodhi në atmosferë 37 km3 materiale vulkanike, miliarda ton hije sulfur, gazra që u ngjitën deri në stratosferë, re aq të mëdha sa u pan nga qindra kilometra larg. Ky shpërthim i jashtëzakonshëm vrau direkt 10 mijëra banor lokal dhe mbuloi vendbanime të tëra me shtresë hiri, deri në 12 këmbë. Por ndikimi më i madh nuk ishte lokal. I mobilizoi atmosferën e gjithë planetit. Pasi shpërthimi dërgoi gazra sulfurik dhe i në shtresat e larta të atmosferës, krijoi një ombrellë globale, e cila filloi të bllokonte rrezet e tij. Këto grimca krijuan një efekt të quajtur dimër vulkanik, që uli temperaturat globale në 0.4 deri 0.7 gradë Celsius. Amerikën Veriore shfaq një mjegull e thatë, një mjegull e çuditshme, që nuk shpërndahej as nga era, duke erësuar diellin gjatë gjithë verës. Njerëzit besuan se dielli po shuhej, planeti po hynte në epokë të re aku, ose se ishte dënim hyjnor. Në fakt, ishte vetëm fillimi. Evropa u godit më shumë, në Zvicër dhe Francë, radhë dëbor në qershor. Në disa vende, mora e dimrit nuk u shkrin kur plotësisht, nga prilli në shtator. Pati deri në 130 ditë me shi, pa ndërprerje. Temperaturat e verës ishin shumë të ulta, e regjistruara ndonjëherë në shekullin e 18 dhe 21. Pasojat ishin katastrofike. Të gjitha të korat dështuan. Kafshët ngordën nga mungesa e ushqimit, çmimet e drithit u ritën 4 fish. Revolta për bukë shpërtheu në Angli, Francë dhe Gjermani. Një historian e quajti këtë vit kriza e fundit e madhe mbi jetesës në botën perëndimore. Në Amerikë, situata ishte po aq e tmeshme. Qershor 1816. Dëbor në New England, uri gusht, ngritës të natës shkatruan misrin, patatet, gruri. Dielli duke i zbekt, sikur po fikej. Uria u përhap, familjet falimentuan. Mira amerikanët detyruan të migronin drejt perëndimit për toka më të ngrohta. Shirat e pafundme nazi krijuan kushtet perfekte për një sëmundje të re, kolerën e vitit 1817, e cila u përhap në mbar botën dhe vrau miliona. Një katastrofë globale e shpërndar nga vulkani Tambora. Evropa, ende raskapitur nga luftrat napoleonale, hyri në një krizë të re shkatruese. Gjatë verës së vitit 1816, pati mungesa masive ushqimi. Çmimet e bukës u ritën në mënyrë ekstreme. Në Francë e Zvicër, pati trazira dhe vjedhje masive, magazinash me drith. Ky vit u quajt nga shumë historianë viti i varfërisë. Mbi 100.000 njerëz vdiqën si pasojë e urisë, dhunës, sëmundjeve dhe motit ekstrem. Me gjithë katastrofën, ky vit solli disa nga veprat më të famshme artistike dhe letrare të historisë. Mary Shelley dhe lindja e Frankenstein. Në verën e ftohtë të vitit 1816, në bregun e liçenit Le Mans në Zvicër, moti i mërshëm i mbajti shkrimtarët Byron, Shelley dhe Mary Shelley të mbyllur në Villa Diodati. Në këtë errësirë, Mary Shelley shkroi romanin e parë modern të horrorit, Frankenstein. Pikturat e zymta të Gaspar David Friedrich.
Qielli i errët pas shpërtimit ndikoi drejt artin romantik. Piktura Two Men by the Sea, 1817. Shembulli i qiellit të trash, të zymt dhe të turbullt të asaj periudhe. Studimet e sotme të klimës analizojnë vitin 1816 si shembullin më dramatik të historisë së njerëzimit që tregon një shpërthim vulkanik mund të ndryshojë klimën globale. Sistemet bujqësore janë tepër të prishta. Fenomenet natyrore mund të sjellin kriza globale zinxhirore, urinë, migracionin, sëmundjet, rrëzira sociale. Ky vit përdoret sot si paralajmërim për ndryshimet klimatike, rreziqet e supervulkaneve, mungesën e përgatitjes njerëzore ndaj katastrofave natyrore. 1816 mbetet një nga vitet më të çuditshme dhe të frikshme të historisë së klimës. Një vit pa dritë, pa nxehtësi, pa korje, pa shpresë. Një vit ku bota u ftoh brenda natës, ka një shpërthim i vetëm vulkanik në një ishull të largë. Një vit kur njerëzimi kuptoi sa e brisht është civilizimi, sa e brisht është vetë jeta, dhe sa shumë varet gjithçka nga një yll që mund të fshihet përkohësisht pas një reje hiri.